sa herë na jepet mundësia për ta falenderuar Edi Ramën për rrugën e Arbrit, asnjëherë nuk është e tepërt. Të vish nga Tirana, të bësh 4-5 takime dhe aktivitete dhe të kthesh përsëri në Tiranë, kjo është vetëm fal rrugës Arbrit. E di që kur hym në rrjetet sociale kryeministër, thonë jo e keni prurur 7 herë, jo 5 herë, jo 6 herë. E kam thënë ka gjithmonë njerëz që mendojnë ndryshe. Dikush edhe e ka edhe nga zilia këtë gjë, edhe thonë rrugën e Arbrit e bëri Edi Rama, po e bëri me taksat tona, nuk e bëri me lekët e veta. Po patjetër që me taksat tona e bëri Edi Rama rrugën e Arbrit. Taksa i kemi pagu çdo qeverie 35 vite, po rrugën e Arbrit asnjëri s'na e mori përsipër ta bërë. Kështu që kryeministër, shumë faleminderit për rrugën e Arbrit, sepse fal kësaj rruge sot ne po diskutojmë për projekte të mëdha për Dibrën, që lidhen me turizmin malor, që lidhen me agroturizmin, që lidhen me zhvillimin e fshatrave të Dibrës, e pse jo një pjesë e jona, që me thonë të drejtën, kush për punë, e kush për hall, e kush për gjëra nga më të ndryshme t'u larguam nga Dibra, tashmë po kthehen në Dibër. Por ato që janë këtu, që jetojnë, punojnë dhe japin kontribut për Dibrën, meritojnë respekt dhe mirënjohje, sepse kanë mbajtur gjallë trojet e të parëve, rrënjët tona, por mbi të gjitha janë pasaporta jonë më e mirë në Tiranë, në diasporë dhe kudo në botë. Shumë faleminderit, edhe unë do t'ja kaloj fjalën kryeministrit dhe kryetarit të Partisë Socialiste, Edi Ramës, për të thënë fjalët e veta në këtë qark, dhe me socialiste një qarku, që siç e thot edhe vetë ku i jepet mundësia, qarkun e Dibrës e kanë për zemër, sepse në fundit ka arsye për ta thënë këtë, se do të mbahet mend për shumë gjëra të mira në këtë Shqipërinë tonë të bekume, por për ne Dibrant dhe për banorët e gjithë qarkut, Bulqis, Klos dhe Burrel, do të mbahet mend shumë gjatë në breza për rrugën e Arbrit. Faleminderit. Shumë faleminderit për praninë tuaj edhe sidomos atyre që kanë ardhur nga jashtë Bashkisë Dibër. Faleminderit edhe Bashkisë Dibër për mikpritjen, edhe për këtë takim në këtë kinema të rilindur. Tani ne e kemi organizuar këtë tur kontaktesh me njësit, asamblet e njësive përfaqësuesit më të lartë të Partisë Socialiste në territor, për të ndarë disa gjëra së bashku në një moment shumë të rëndësishëm dhe delikat për vendin tonë, ndërkohë që kemi mbi super barën e 83 mandateve, të cilat kanë të gjitha vlerën e tyre, por pa dashur as pak që t'ju bëj lavde, dua t'ju them që 3 mandatet fituese të këtij qarku, të cilat janë pa diskutim rezultat i mobilizimit, i angazhimit, i disiplinës tuaj, janë 3 mandate që shkëlqejnë jo thjesht si 3 mandate, por edhe për rezultatin që ato 3 mandate pasqyrojnë. Një rezultat spektakolar që e kam thënë edhe në asamblet të tjera, ka bërë një spostim që pak kush Ulsiu e preku pak kush do ta mendonte kur ne kemi filluar këtë rrugtim bashkë, ku në 12 qarqe që ka Shqipëria, në 4 të parat është edhe Dibra.
Fatmirësisht rruga e Arbrit tani nuk është më një projekt as një premtim, po nuk është më as një vepër aktuale, është një vepër që i takon mandatit që ne lam pas, por ama sot janë frutet e para të rrugës Arbrit që po fillojnë të dalin, që po fillojnë të preken. Pasuria e patundshme e banorëve, trashëgimtarëve të kësaj zone është rritur në vlerë, është rritur në vlerë toka, është rritur në vlerë metri katror, kërkesat për të ndërtuar në Beshkopi dhe në këtë territor që deri dje ishin minimale, sot janë rritur dhe kushtet për të sjell më shumë investime nga fitimet dhe kursimet e djemve dhe vajzave të këtij territori në emigracion janë më të mira se kurrë. Prandaj unë kam shumë besim që këto vite do të jenë vite të një rilindje tjetër të kësaj zone, edhe në aspektin e ripërtritjes përsa i përket popullsisë, sepse një tendencë që ka filluar, për shembull në Berat janë regjistruar më shumë kthime se largime. Unë e bindur që një tendencë që do të shfaqet edhe këtu. Pasi tani më Dibra është shumë afër kryeqytetit, është tamam jastëku i kryeqytetit, jastëku i gjelbër i kryeqytetit, por është dhe mjaftueshëm distancë për të pasur ato që në kryeqytet është shumë vështirë që t'i gjesh më gjithë këtë natyrë kaq të pranishme deri në kufirin e vogël të qytetit dhe gjithë potencialin e madh të zhvillimit rreth rrotull qytetit. Ne ishim përpara se të vinim këtu në një takim me fermer dhe me shumë kënaqësi unë pash që ka hedhur bazën e vetë edhe shoqëria e parë e bashkuar bujqësore dhe ka një tjetër kuptim dhe një tjetër angazhim për të bashkuar, për të rritur kapacitetet prodhuese dhe për të ulur kostot duke dalë njëkohësisht në treg me produkte të zonës, qoftë për konsumatorët vendas, qoftë për tregun e huaj. Edhe kishte lindur dhe emri i parë i një shoqërie të bashkuar bujqësore që quhej Dibra Origin. Nuk është vetëm një, por është dhe një tjetër shoqëri që është në formime sipër, pra njëra është për frutorët, tjetra është për blegtorin, dhe më vjen shumë mirë që tani më ky fenomen i ri i vonuar për hir të vërtetës, por më mirë vonë se kurrë, i bashkimit forcave në fshat, është një fenomen që falë edhe punës shumë të mirë që po bën ministri i bujqësisë, siç thot një fjalë e urtë, Ulsiu pretendon që e kanë thënë Dibranët, delen që ndahet nga tufa e Awiku, ose siç tha ai legjendari i mollëve Dibrës Beibi, vetëm Zoti i ka rrihet i vetëm, të rri vetëm. Janë në malësi të madhe, në Berat, në Cerrik, në
Bashkinë Kolonjë, Pogradec, në Durrës, në Lushnjë, në Elbasan, në Lezhë, në Shkodër, në Peqin, në Divjak dhe në Roskovec, farat e shoqërive të bashkuara bujqësore që po fillojnë të mbinë. Pse ja u them këtë në fillim, ja u them këtë për të sjellë në vëmendje faktin që punët e Shqipërisë po shkojnë në drejtimin e duhur. Punët e Shqipërisë po vazhdojnë pa ndalim dhe punët e Shqipërisë të një dekade po fillojnë të japin gjithmonë më shumë rezultate të prekshme, ndërkohë që misioni ynë kombëtar si socialistë dhe si socialiste që është misioni për ta çuar Shqipërinë dhe për ta ulur në tryezën e përbashkët të Europës, është sot në fazën e vetë finale. Dhe kjo është një fazë vështirë, kjo është një fazë që kërkon një angazhim shumë të madh, kjo është një fazë që kërkon një kuptim shumë të drejtë se çfarë na pret, dhe për këtë arsye është e rëndësishme ajo që po ndodh me bujqësinë, që po ndodh me fermerët, sepse janë ata të cilët do të jenë në derën e Europës, ose të bekuar, ose të mallkuar sipas nivelit të tyre të përgatitjes për atë ditë. Nuk mund të ketë një vend Bashkimit Evropian siç do të jemi ne në një kohë që tani më nuk është një horizont, por është një afat i prekshëm me sy, dhe të mos ketë siguri ushqimore, dhe të ketë produkte të cilat janë pa standardet më të larta të sigurisë. Po kjo kërkon angazhim dhe impenjim shumë të madh nga të gjithë. Dhe nga ana tjetër, kështu është për të gjithë sektorët, kështu është edhe për të gjithë shtetin shqiptar. Dua t'ju them që ne jemi në kushtet kur si Parti Socialiste kemi konsoliduar forcën tonë, jemi një forcë hegemone në politikën shqiptare, duhet që qëndrojmë të tillë sepse vetëm Partia Socialiste mund ta kryejë këtë mision kombëtar. Asnjë forcë tjetër politike, asnjë forcë tjetër pseudopolitike, asnjë lloj force tjetër rreth e rrotull politikës nuk ka kapacitetin ta bëjë këtë nëse nuk e bën Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe nga ana tjetër, miqtë e mi, shokët e mi, motra vëllezër, mos e harroni për asnjë moment që si bartës të përgjegjësisë së drejtimit të Partisë Socialiste në njësitë tuaja, si përfaqësues të organizatave socialiste, ju duhet të jeni të vetëdijshëm deri në fund që roli juaj, roli ynë, roli i çdo socialisti është që këtë ndjenjë, këtë vetëdije ta bartë në të përditshmën e vet, duke refuzuar që të bjerë pre e gjithë asaj balte, e gjithë atij llumi, e gjithë atyre erërave të këqija që ngrihen për ditë e për natë kundër nesh, duke qenë kudo gati për t'i kthyer përgjigje dhe për t'i kthyer mbrapsh andej nga vinë të gjitha ato helme që shpërndahen në ajër nëpërmjet lloj-lloj tenxheresh, e lloj-lloj kanalesh, e lloj-lloj portalesh, sepse ka shumë rëndësi që ne të qëndrojmë të fort, të bashkuar dhe të vetëdijshëm për ta çuar deri në fund misionin ton dhe të mos prekemi, të mos afektohemi, të mos lëndohemi, të mos dorëzohemi përballë këtyre prurjeve të përditshme të disinformacionit, të gjysmë vërtetave që janë dhe rrenat më të mëdha, dhe kështu prodhohen për ditë e për ditë gjithë farë lloj
helmesh. Pse? Sepse askush nga ata që nuk na kanë votuar ne dhe askush nga ata që nuk na kanë besuar këto 83 mandate nuk e gëlltit dot faktin që ne jemi të pamposhtur. Nuk e gëlltit dot faktin që ne nuk na mundin dot. Dhe kjo gjë i çon në verbri. Kjo gjë i çon në gjëra të cilat janë shumë të vështira në mos të pamundura për të kuptuar se si mund të degradoj njeriu publik, se si mund të degradoj njeriu që ka diçka sa do të vogël në dorë, qoftë edhe një pen, qoftë edhe një mikrofon, qoftë dhe mundësin për të shkruar apo për të nxjerrë fytyrën në një portal. Në pikën që ti turret vëndit vetë. Jo ne, vëndit vetë. Dhe po ju them që më ndodh dhe nuk di çfarë them, po ndihem keq. Pavarësisht se nuk më drejtohet mua, nuk ju drejtohet ju, kur miq të huaj më thonë, po si ka mundësi? Si ka mundësi që vinë nga Shqipëria njerëz që përfaqësojnë popullin shqiptar, pavarësisht se janë në anën tjetër, dhe nuk lënë gjë pa thënë, dhe nuk ndalen së kërkuar i ka ne që ne të bllokojmë Shqipërinë. Ka pas situata të rënda edhe këtu në gjithë me ju. Maqedonia, kur ishte Maqedoni, edhe kur u bë e veriut, kam pas konflikte politike brenda plot. Edhe të këqija fare. Por nuk ka bërë vaki që të niset opozita maqedonase të shkojnë në Bruksel, e të shkojnë në Berlin, e të shkojnë në Rom, e ku di unë ku tjetër, edhe të mos lëri shpifje, dhe mos lëri gjysmë të vërtet, dhe mos lëri energji negative pa mbledhur për ta hedhur në çdo vend ku hapet dera për dëgjuar se çfarë po thon përfaqësuesit e një vendi tjetër. Malizi është një shtet ku ka dy etni të mëdha përveç shqiptarëve dhe tjerëve, ku janë malazezët dhe serbët, dhe ku përplasjet e tyre kanë qenë në moment caktuara përplasje të rënda. Nuk ndodh. Nuk ka ndodhur që të nisen të marrin rrugën mas Berihajit edhe të bëjnë copash. Vendin e vet, sepse të shkosh edhe të shprehësh konsiderata dhe të shprehësh një opinion të ndryshëm për si shkojnë gjërat, në përpjekjen për t'i bërë më mirë, për ta çuar më shpejt Shqipërinë aty ku duhet, është gjëra më normale. Po të shkosh dhe të thuash bllokoheni Shqipërinë, mos i hapni rrugën Shqipërisë, Shqipëria është në dorën e krimit, Shqipëria është në dorën e mafjes, Shqipëria është në dorën e narkoshtetit. Këtë gjë nuk e ka bërë asnjë vend tjetër. Çfarë janë këta? Por këta janë ata që janë. Ne nuk kemi çfarë i bëjmë atyre. Por ama është shumë e rëndësishme që ne të kujdesemi që të gjithë ata të cilët ne na kanë dhënë mbështetjen të dinë të vërtetat. Dhe këtë përpjekje kontaktesh, ne s'kemi fushat sot për të bërë. Por këtë përpjekje kontaktesh, ne du ta çojmë në çdo organizat për të ndarë informacionin dhe për të ndarë të vërtetat me njerëzit tanë rreth parë. Del si ata që dolën këtu kur doli rezultati, keni parasysh apo jo? Si thoshin ata? I tha Edi Rama burrave të Dibrës Qyrik. Jo, unë si thash burrave të Dibrës. Unë thash një burr Dibre që nuk shkon mas grus në kutit votimit është Qyrik. Dhe doli që burrat e Dibrës shumica dërmuese janë të mençur. Si të shkosh kundër grus, a jem Terezia jo? Gabimi mas shumë. Dhe tashti duhet t'i themi disa gjëra siç janë.
Gratë e Dibrës janë Flori e shkuar Floririt. Okej, shumë faleminderit gjithëve.